Horoskopi ditor, 3 mars 2026, Dashi, luftëtari i flakës, dëgjo mirë o dash, se yjet sot kanë folur me gjuhën e shpirtit dhe lëvizjet e mëdha po vinë. Ky eklips hënor që po ndodh mbi kokën tënde nuk është shaka, është si një dritë e fortë që do të ndriçojë çdo qoshe të errët të jetës tënde. Ja çfarë do të ndodh në ditët në vijim, sekretet do të dalin në shesh, intuita jote është bërë brisk. Do fillosh të nuhasësh gjërat që njerëzit tjerë mundohen t'i fshehin. Nëse dikush ka luajtur lojra pas krahëve të tu, do ta marrësh vesh shumë shpejt. Mos u habit kur të zbulosh mistere që nuk i kishe menduar kurrë. Shëndeti do të bëhet alarm, trupi po të jep sinjale dhe këtë herë nuk mund t'i mbyllësh veshët. Do të detyrohesh të nisësh atë dietën apo atë regjimin që e ke shtyrë prej muajsh. Nuk është thjesht dëshirë, është nevojë që të ndihesh sërish i fortë. Në punë vjen finalja, një projekt i stërzgjatur ose një situatë e pezulluar në zyrë do të marrë drejtimin përfundimtar. Do të ketë vrap, do të ketë rrëmuj dhe afate që të rrinë mbi kokë, por në fund do ta shkundësh pluhurin dhe do thuash: u krye, çlirimi i shpirtit. Ky eklips do të heqë nga supet një peshë që e mbaje kot. Do kuptosh se çfarë nuk të duhet më dhe do e lësh pas pa u menduar 2 herë. Këshilla e yjeve, mos u nxito të veprosh me nerva. Edhe pse gjaku të zien. Ndalu pak, dëgjo zemrën dhe pastaj hidh hapin. Kur t'i vësh punët në vijë, do e shohësh që jeta do të ecë vaj. Demi, shkëmbi i palëkundur, o dem, bëhu gati se qiejt po hapen dhe drita e këtij eklipsi hënor do të bjerë direkt mbi ty si projektor. Nuk ka më vend për t'u fshehur pas gishtit. Ajo që ke mbajtur mbyllur brenda vetes, ato ndjenja që i kishe vulosur, do të shpërthejnë si vulkan dhe asgjë nuk do të jetë më njësoj. Ja çfarë po vjen drejt teje me hapa të shpejt, e vërteta do të përplaset fytyrës. Ai muhabeti i vjetër që mendove se u harrua, do të dalë prapë mbi tavolinë, por këtë herë me informacione të reja që do të lënë pa fjalë. Do të mbetesh i habitur nga ajo që do të mësosh për njerëzit që i kishe afër, zgjimi i zemrës, nëse ke pasur ndjenja për dikë dhe nuk ja ke thënë as vetes. Përgatitu. Dashuria do të godas fort. Ky eklips do të detyrojë të pranosh çfarë ndjen vërtet. Ose do të lidhesh nyje me dikë, ose do ta kuptosh që ajo lidhje nuk bën më për ty dhe do t'i japësh duart, lajme nga fëmijët ose hobit. Do të kesh zhvillime të rëndësishme që lidhen me fëmijët ose me një pasion tëndin që e ke pasur lënë pas dore. Një projekt krijues që e kishe nisur dikur, tani do të marrë dritën jeshile për t'u bërë i madh. Kujdes me nervat, emocionet do të jenë në tavan. Mund të duket sikur bota po përmbyset për një cikë gjë, por mos u nxito. Prit sa të ulet pluhuri para se të marrësh vendime që nuk kthehen më pas. Mbaje mend, kjo rrëmuj po ndodh vetëm që jeta jote të pastrohet. Kur të ikë mjegulla, do ta shohësh rrugën të hapur dhe me më shumë respekt për veten. Binjakët, uragani i mendjes, o binjak, hapi syt mirë se këtë javë qielli po tundet dhe ti je në qendër të stuhisë. Ky eklips hënor po të godet aty ku të dhem më shumë, të shtëpia, të pragu i derës dhe të emri që ke krijuar me aq mund. Nuk ka më ndoshta, tani gjërat do të ndodhin rrufe. Ja çfarë ka rezervuar fati për ty këto ditë, tërmet në shtëpi, për mirë, diçka që e ke mbajtur brenda 4 mureve. Një debat i vjetër me familjen apo një problem me shtëpinë që e kishe lënë pas dore, do të shpërthej tani. Nuk mund ta fshehësh më prahun nën rrogos. Do të detyrohesh të rregullosh çdo gjë, nga çatja e shtëpisë e deri te marrëdhëniet me njerëzit e tu më të dashur. Karriera në peshore, emri yt po lakohet lart e poshtë. Drejtimi që ka marrë jeta jote profesionale do të pësojë një kthes të fortë. Nëse ke qenë duke vrapuar pas punës dhe ke harruar veten, ky eklips do të ndalojë me zor që të marrësh frym. Do ta kuptosh që nuk bëhet vetëm me punë, duhet edhe qetësi, e vërteta që të çliron ndjenjat që i ke mbyllur në sirtar tani do të dalin sheshit. Do të kesh një ndriçim mendjeje dhe do thuash: pse dreqin nuk e pash këtë më parë? Ky zbulim do të ndihmojë të pastrosh rrugën tënde për të ardhmen. Stop nxitimit, mos u hidh në veprim sikur po të ndjek kusht me pushk.
edhe pse do të kesh nervozizëm dhe lëvizje në familje. Kjo është e përkohshme. Merë shtruar, rregullo ato që duhen rregulluar dhe shih si do të kthehet siguria në shpirt. Kujtes nga yjet, ti je mjeshtër i fjalës, por këtë herë përdore fjalën për të bashkuar familjen dhe për të ngritur emrin tënd, jo për të hapur luftë. Gaforja, shpirti i ujërave të thella. O gafore, bëhu gati se valët e këtij eklipsi hënor po vinë drejt teje me një forcë që do të shkojnë mirë e mirë. Ky nuk është thjesht një moment kalimtar, është koha kur mendja jote do të ndizet flak dhe fjalët do të dalin nga shpirti si lumë. Ja çfarë ka shkruar fati për ty në këtë kthes të madhe, lajme që të lën pa frym, prit një telefonat, një mesazh apo një letër që do të ndryshojë komplet mënyrën si e sheh botën. Diçka që lidhet me vëllezërit, motrat apo komshin do të dalë në dritë. Do të mësosh fakte që i kishin mbajtur fshehur dhe këto fakte do të bëjnë të thuash, tani e kuptova pse ndodhi kështu. Rrugë dhe lëvizje të papritura, mund të duhet të nisësh diku me vrap, ose një mjet transporti që përdor do të jap një shkelm që të merresh me të. Planet e tua do të ndryshojnë brenda natës, por mos u trem, kjo rëmuj po ndodh që ti të rregullosh punët e tua të përditshme që i ke lënë pas dore. Gjuha do të bëhet shpath, kujdes çfarë thua. Sot dhe në ditët në vijim do të kesh një dëshirë të madhe për t'i thënë gjërat troç. Emocionet po të zjejnë dhe mund të nxjerrësh fjalë që vrasin. Dëgjoje zemrën, por mendoje mirë para se ta hapësh gojen, se fjalët e thëna nuk kthehen mbrapsht. Besimi yt do të ndryshojë, do të kuptosh që disa gjëra që i besoje verbërisht nuk janë ashtu siç duken. Ky eklips do të pastrojë trurin nga idetë e gabuara dhe do të japë një vizion të ri për jetën. Urdhri i yjeve, mos u hidh në veprim sapo të vijë ideja e parë. Ulu, pi një kafe, lëri emocionet të qetësohen dhe kur të jesh esëll nga vdeja e eklipsit, atëherë godit aty ku duhet. Luani, mbreti i zjarrit, o luan, mbrej i kthetrat se ky eklips hënor po vjen të rregullojë xhepin dhe dinjitetin. Ti që je mësuar të jesh në qendër të vëmendjes, tani yjet po të thonë, kthej syt nga kuleta dhe nga ajo që vlen vërtet. Nuk ka më shpenzime kot apo njerëz që të shkelin në kallo pa e marrë përgjigjen merituar. Ja çfarë ka shkruar fati për ty në këtë kthes të madhe, tërmet në kulet, prit një lajm të madh për paradh. Mund të jetë një pagesë që e prisje prej kohësh, ose një shpenzim i papritur që do të detyrojë të mbledhësh veten. Do të kesh një ndriçim mendjeje se si ti shtosh të ardhurat apo si ta mbyllësh atë gropën që të hante para atë kohë. Biznesi ose puna jote do të marrin një drejtim të ri, kush të rri mbi kokë. Ky eklips do të tregojë se kush po të shfrytëzon dhe kush të vlerëson vërtet. Do të vendosësh kufi të fortë në marrëdhëniet e tua. Nëse dikush ka kujtuar se mund të tallet me ty apo me djersën tënde, bëhu gati t'i thuash, deri këtu ishte, vlera jote do të rritet, do ta kuptosh që vlen shumë më tepër se sa mendon. Ky eklips do të nxjerrë në pa talentet që i kishe lënë pas dore. Do të ndjesh një forcë të madhe për të kërkuar atë që të takon dhe për të ndërtuar një siguri që asnjë stuis ta lëkund dot. Mos u nxito me firmën, edhe pse emocionet po të zjejnë dhe do të kesh dëshirë të marrësh vendime për sot për nesër. Ndalu pak. Shikoje mirë letrën para se ta nënshkruash. Lëri ndjenjat të kullojnë, se e vërteta do të dalë sheshit shumë shpejt. Urdhri i yjeve, mos lejo askënd të ulë vlerën. Ky eklips po të pastron rrugën që të bëhesh zot i vetes dhe i pasurisë tënde. Kur luani ulërin për të drejtën e tij, e gjithë xhungla hesht. Virgjëresha, drita e pastër, o virgjëresh, ule kokën dhe merr frym thellë se këtë javë qielli po flet vetëm për ty. Ky eklips hënor po ndodh direkt në shenjën tënde, e kjo nuk është thjesht një ngjarje, është një zgjim që do të shkon nga rrënjët. Çdo gjë që e ke fshehur në sirtarët e mendjes, çdo e vërtet që s'ke dashur ta shohësh, do të dalë në dritë si dielli pas shiut. Ja çfarë ka rezervuar fati për ty në këtë kthes historike, zgjimi i madh i shpirtit. Do të përballesh me një të vërtetë që e kishe brenda vetes prej kohësh, por s'kishe guxim ta pranoje. Ky eklips është si një pasqyrë e madhe ku do të shohësh veten ashtu siç je vërtet.
do të kuptosh çfarë të bën të lumtur dhe çfarë po të ha shpirtin pa e kuptuar. Tërmet në ndjenja, emocionet do të zjejnë si vulkan, sidomos për një njeri shumë të afërt ose për një lidhje që të ka marrë shumë energji. Mund të ndihesh i këputur, sikur të kanë shterur fuqitë, por kjo ndodh sepse po pastrohesh nga mbeturinat e vjetra emocionale, dëshira për liri, do të vinë një hov i madh për të bërë ndryshime rrënjësore. Do të kesh nevojë të jesh i pavarur, të mos të komandoj askush dhe të tregosh kush je ti vërtet. Imazhi yt dhe mënyra si të shohin të tjerët do të pësojnë një transformim total. Kujdes nga nxitimi, edhe pse do të duket sikur duhet ta ndryshosh botën brenda 5 minutave. Ndalu. Ky eklips i rrit gjërat më shumë se ç'janë. Mos merr vendime për sot për nesër, sepse tani objektiviteti të mungon pak. Lëri gjërat të sqarohen, se e vërteta do të mbetet aty edhe pasi të ikë eklipsi, urdhri i yjeve. Kjo është koha jote. Mos u trem nga lotët apo nga rrëmuja në kokë. Po lind një virgjëresh e re, më e fortë dhe më e pastër se kur më parë. Kur ti ndryshon, e gjithë bota rreth teje do të ndryshojë me ty. Peshorja e artë e drejtësisë, o peshore, ndalu pak dhe merr frymë se qiejt po të kërkojnë llogari. Ky eklips hënor po bie direkt mbi shpirtrat e fshehur dhe mbi qetësinë tënde. Nëse ke vrapuar si i marrë pas punës dhe ke harruar se ke shpirt e trup, bëhu gati se këtë javë fati do të ndaloj me zor që të mbledhësh veten. Ja çfarë ka shkruar fati për ty në këtë kthes të madhe, sekretet do të vlojnë. Diçka që e mbaje fshehur, ose një muhabet i vjetër që mendove se u mbulua nga pluhuri i harresës, do të dalë në dritë. Ky eklips po gërmon në pjesën tënde më private. Mos u habit nëse merr vesh një të vërtet që do të bëjë të rimendosh gjithçka për një njeri apo për një situatë të kaluar. Trupi po të jep ultimatum, nëse ke neglizhuar shëndetin apo ke punuar me orë të zgjatura, tani do ta ndjesh lodhjen deri në palës. Ky është momenti kur duhet të thuash stop. Do të duhet të gjesh kohë për të mbyllur pak në vete, për të fjetur më shumë dhe për të shëruar shpirtin. Nuk bëhet bota pa ty, kështu që kuro veten para se të kurosh të tjerët. Kujdes me gjuhën, Merkuri po të ngatëron, me këtë eklips dhe me Merkurin që bën prap, mos fol para kohe. Nëse nxirresh e thua diçka me nxitim, mund të pendohesh hidhur. Mbaji planet për vete derisa të kalojë stuhia. E vërteta do të dalë vetë, s'ke pse e shtyn ti me zor. Ndarja me të shkuarën, do të kesh një moment ndriçimi ku do kuptosh se një lidhje apo një situatë nuk të shërben më. Mund të jetë koha për të lënë pas diçka që të peshon shumë. Kur ta bësh këtë, do ndjesh një lehtësim sikur të kenë hequr një mal nga shpirti. Këshilla e yjeve, mos u mundo t'i rregullosh të gjitha sot. Ky eklips po të thotë, ulu, qetësohu dhe dëgjoj rrahjet e zemrës tënde. Kur të jesh në ekuilibër me veten, edhe puna e jeta do të ecin si në vaj. Akrepi, mbreti i thellësive, o akrep, bëhu gati se helmi dhe mjalti do të bëhen bashkë këtë javë. Ky eklips hënor po godet direkt të miqt, shoqëria dhe ëndrat e tua më të mëdha. Ti që njihesh për intuitën e fortë, tani do e kesh si skaner, asgjë nuk do të shpëtoj pa u vënë re. Ja çfarë ka shkruar fati për ty në këtë kthes të madhe, maskat do të binden, një shok, një mik apo dikush që e mbaj afër në grup, do të tregoj fytyrën e vërtetë. Një problem që ishte varrosur në një shoqëri apo lidhje do të dalë në sipërfaqe dhe do të kërkojë llogari. Mos u habit nëse shgënjehesh nga dikush, por dije se kjo po ndodh që të pastrosh rrethin tënd nga njerëzit fallko. Tërmet në dashuri dhe me fëmijët, ndjenjat për dikë do të bëhen aq të forta sa nuk do t'i mbash dot më brenda. Mund të jetë një pikë kthese, ose do e thuash fjalën e madhe, ose do i japësh fund një loje që s'të çon asgjë kundi. Nëse ke fëmijë, mund të ketë një ngjarje apo lajm që kërkon vëmendjen tënde urgjente, zbulimi i lumturisë, do të kesh një ndriçim shpirti për atë që do vërtet nga jeta. Do e kuptosh që disa synime që i kishe vënë vetes nuk të bëjnë më të lumtur. Ky eklips po të shtyn drejt një rruge më të sinqertë, drejt asaj që ti je vërtet në palës, mos kafsho menjëherë. Emocionet po të zjejnë dhe mund të ndihesh i acaruar apo i paduruar.
por dëgjoje vëllan, ndjeje dhimbjen, ndjeje gëzimin, por mos bëj asnjë veprim tani. Ulu, vëzhgosi lëvizin gurët e shahut dhe kur të qetësohet stuhia, hidh hapin tënd mjeshtëror, urdhri i yjeve, ti je shenja e transformimit. Ky eklips po djeg të vjetrën që të lindë e reja. Pastro ajrin, nxirri gjërat sheshit dhe do e shohësh që do ndihesh më i lehtë se kurrë. Shigjetari, kalaja e hapur, o shigjetar, shtrëngoje harkun se ky eklips hënor po të godet direkt në zemër të karrierës dhe në emrin që ke ndërtuar. Ti që je mësuar të kërkosh horizonte të reja, tani qiejt po të thonë, ndal dhe shiko se ku po shkon. Nuk ka më kohë për të fshehur problemet në nqilim, tani gjërat do të dalin sheshit rrufe. Ja çfarë ka shkruar fati për ty në këtë kthes të madhe, tërmet në karrierë, një projekt i stërzgjatur do të arrijë në pikën e tij kulmore. Ose do të marrësh një vlerësim që e prisje, ose do të kuptosh që ky vend pune nuk është më për ty, mund të ketë një ndryshim të papritur në rrugën tënde profesionale. Mos u çudit nëse shefi të bën një surprizë ose nëse vendos të bëhesh zot i vetes. Familja vs puna, ti po përpiqesh të balancosh shtëpinë me punën, por ky eklips po të thotë, puna po kërkon vëmendjen tënde. E di që do të rrish me familjen, por tani karriera po të thërret me zë të lartë. Do të duhet të tregohesh i Zoti për t'i ndarë të dyja pa bërë dëm, synimet po ndryshojnë. Ajo që dëshiroje dje, mund të mos jetë ajo që dëshiron sot. Ky eklips po të pastron trurin nga synimet që s'janë të tuat dhe po të tregon se çfarë të bën vërtet të suksesshëm. Rreziqet që ke marrë, tani do të marrin kuptim, stop nxitimit, edhe pse do të kesh shumë nerva dhe padurim, mos vepro me kokë të nxehtë. Emocionet janë në tavan dhe mund të thuash fjalë që si mendon. E vërteta do të dalë, por lëri kohë situatës të qetësohet para se të marrësh vendime që ndryshojnë jetën. Urdhri i yjeve, shigjeta jote do të godas në shenjë, por vetëm nëse e ndjen në zemër se ku po e drejton. Pastro rëmujen në karrierë dhe jeta do të hapë dyrë që as i kishe ëndërruar. Bricjapi, shkëmbi i palëkundur, o bricjap, bëhu gati se kjo javë po të thërret të thyesh kufit e mendjes tënde. Ky eklips hënor nuk po të bën shaka, po vjen direkt mbi besimet, idetë dhe planet e tua më të largëta. Është koha të nxjerrësh nga sirtari ato gjëra që i mbajnë të varrosura dhe t'i përballësh me dritën e ditës. Ja çfarë ka shkruar fati për ty në këtë kthes të madhe, tërmet në besime, diçka që e besoje verbërisht do të bëj të thuash, prit, kjo nuk është e vërtetë. Ky eklips po të pastron trurin nga idetë që s'të lën të përparosh. Do të kesh një ndriçim që do të tregojë rrugën e vërtetë. Edhe nëse ajo rrugë është e vështirë, guri i provës për planet e mëdha. Nëse ke pasur plane për të udhëtuar, për të studiuar ose për të botuar diçka, tani ato plane do të vijen në test. Do të kuptosh çfarë funksionon dhe çfarë duhet hedhur në kosh. Ky eklips po të detyron të rritesh dhe të mësosh gjëra të reja, zgjim një shpirtit. Ndjenjat po të vinë si lumë dhe do të duhet kohë t'i kuptosh. Mos u mundo t'i zgjidhësh të gjitha brenda 5 minutave. Mësohu me këtë energji të re dhe shiko si ajo do të transformojë. Stop nxitimit, edhe pse do të kesh dëshirë të marrësh vendime për sot për nesër, ndalu pak. Ky eklips është si një stuhi, ndjeje forcën e tij. Por mos u hidh në veprim derisa të dalë dielli. Vendimet e marra me kokë të nxehtë do të kthehen në bumerang. Urdhri i yjeve, ti je ndërtuesi i fatit tënd. Ky eklips po të jep materialet e reja për të ndërtuar një kala më të fortë. Kur ta kuptosh këtë, asnjë shkëmb nuk do të ndalojë. Ujori, uragani i ndryshimit, o ujor, bëhu gati se kjo javë po të thërret të thyesh kufit e xhepit dhe të shpirtit. Ky eklips hënor po vjen direkt mbi paratë e përbashkëta, borxhet, investimet dhe ato sekrete që i mbajnë të varrosura nën rrogoz. Është koha të përballësh të vërtetën dhe të marrësh kontrollin e jetës tënde financiare. Ja çfarë ka shkruar fati për ty në këtë kthes të madhe, tërmet në kulet, prit lajme të mëdha për paratë. Një borxh që të rrinte mbi kokë mund të zgjidhet, ose një investim mund të marrë një drejtim të ri. Mund të vijë para në dorë, por do të duhet të tregohesh i zgjuar se si ta menaxhosh.
Ky eklips po të tregon se kush po të ndihmon vërtet dhe kush po të ha para atë kod, lufta e pushtetit në lidhje, ajo që nuk e thoje dot me gojë në marrëdhënie, tani do të dalë në sipërfaqe. Do të kesh një ndriçim të vërtet për atë që do vërtet dhe për kufit që duhet të vendosësh. Ky eklips po të detyron të ndash gjërat drejt e të mos lejosh askënd të të shfrytëzoj, zgjim një frikës dhe dëshirës, emocionet po të vinë si lumë dhe do të duhet kohë t'i kuptosh. Mund të ndjesh një frikë të papritur ose një dëshirë të madhe që se kishe më parë. Mësohu me këtë energji të re dhe shiko si ajo do të transformojë. Stop nxitimit, edhe pse do të kesh dëshirë të marrësh vendime për sot për nesër, ndalu pak. Ky eklips është si një stuhi, ndjeje forcën e tij, por mos u hidh në veprim derisa të dalë dielli. Vendimet e marra me kokë të nxehtë do të kthehen në bumerang, urdhri i yjeve, ti je vizionari i së ardhmes. Peshqit, oqeani i ndjenjave, o peshq, përgatituni se këtë javë qielli po ju detyron të dilni nga bota juaj e ëndrave dhe të përballeni me realitetin e marrëdhënieve. Ky eklips hënor po bie direkt në shenjën tuaj të kundërt, duke ndriçuar si me projektor partnerin, shokun e ngushtë apo bashkëpunëtorin. Ja çfarë ka shkruar fati për ju në këtë kthes të madhe, e vërteta do të vlojnë në çift. Diçka që e keni mbajtur mbyllur, një ndjenjë që s'keni guxuar ta thoni, do të shpërthej tani. Do të keni një ndriçim të vërtet për atë që ndjeni vërtet për dikë, ose do të kuptoni se çfarë po ndjen ai për ju. Mos u çuditni nëse marrëdhënia juaj merr një drejtim krejtësisht të ri. Dramë dhe shoqëri, pritet të keni shumë ftesa, takime dhe lëvizje. Mund të ketë momente dramatike në shoqëri apo në punë me klient të rinj. Ky eklips po ju detyron të përfshiheni më shumë me njerëzit dhe të kuptoni rolin tuaj në jetën e tyre. Trupi po të jep ultimatum, mund të ndiheni të shtëruar, sikur të gjitha fuqitë ju kanë ikur. Kjo ndodh sepse ky eklips është si një superhën e plotë që ju shkund shpirtërisht. Kujdes me shëndetin dhe mos u sforconi, stop nxitimit. Edhe pse do të keni dëshirë të bëni ndryshime të mëdha, ndalu pak. Ndjenjat janë shumë të forta tani dhe mund të merrni vendime që do t'i pendoheni më vonë. Lëreni pluhurin të ulet, dëgjoni zemrën, por veproni vetëm kur të jeni esëll, urdhri i yjeve. Ky është momenti për të kuptuar çfarë ju duhet vërtet nga një partner. Pastroni të shkuarën dhe përgatituni për një kapitull të ri, më të ndershëm dhe më të dashur.